Jemi në ditët e mërgatës sonë, në ditët që i nderojmë, në nderojmë, llafosemi bashkë, evokojmë kujtime të ndryshme, evokojmë kaluarën edhe të sotmen, natyrisht pashmangshëm, e parashkojmë edhe tashmen, i nderojmë posaçërisht ata që në vitet e tëra kanë jetuar në vendet e largëta, por pa e haruar vendimjen dhe kombin. I përshëndesim posaçërisht poetët, shkrimtarët, krijuesit, artistët, edhe politikanët që punojnë, jetojnë edhe veprojnë jashtë dheut. I përshëndesim mjekët, inxhinierët, sportistët, muzikantët, gjithë ata që lanë edhe po lanë gjurmë në shtetet larga dheut. Do të vazhdojmë, t'i nderojmë, t'i respektojmë, t'i kujtojmë dhe të mundohemi që sa ma shumë të jemi bashkë. Prandaj, sot, Asociacioni i letrarëve dhe artistëve Art Club Rifat Kukaj ka organizuar këtë takim enkas për mërgjimtarët tanë. Natyrisht sot do t'jetë festivali i poezisë Guri i Plakës. Dhe vërtet është festival. Për arsye se aty ku hedhin vallet 36 trona shqipe, këndohet kënga dhe është festivali i këngës, i poezisë edhe i vallës. Mirë se vini në këtë festival. Si vjetë, festivali i poezisë shënon 10 vjetorin pra jubilar të këtij festivali, ku gjatë këtyre viteve këtu kanë defiluar shumë figura të shuara, poetë, shkrimtarë dhe artistë të ndryshëm. Për fillim, më lejoni që të ja fjalën kryetarit e Art Club Rifat Kukaj, Izet Abdyli. Të dashur dashamir të artit, të kulturës, të gjithë ju që keni ardhur sot në këtë aktivitet kulturor, ju dëshiroj mirëseardhje në emër të Asociacionit të Letrarëve dhe Artistëve Art Club Rifat Kukaj. Do të përshëndesja në veçanti vëllezërit tanë nga Shqipëria, Zotrin Gzim Prengzi dhe Shpen Sheva nga shoqata kulturore Gjeladin Gësërani. Po ashtu nuk mund tani pa e përshëndet edhe një njeri të veçantë, i cili edhe pse fusha tij nuk ka të bëjë me letërsi, por ka të bëjë me trashëgiminë kulturore e historike, profesorin tim, doktor Jusuf Osmanov. Si që tha moderatori, festivali i poezisë Guri i Plakës, që u dedikohet krijuesve mërgjimtar, si vjet shënon edicionin e 10. Para 10 vitesh e filluam këtë rrugtim me ambicet dhe dëshira që kjo aktivitet e tradicional, dhe nga vitin e vet ai u pasurua me aktivitetet e shumta, fushën e poezisë, të arteve pamore dhe arteve muzikore. Për këto 10 vite, në këtë hapësirë kanë lexuar krijimet e tyre me qindra krijues, jo vetëm nga Kosova, jo vetëm nga diaspora, po dhe nga Shqipëria, nga Ilirida, nga Kosova lindore, pra nga varë hapësira shqiptare. Kjo aktivitet bëhet të ambjente veçantë,
që ngërshetohet natyra, trashëgimia kulturore dhe historia. Sa i përket natyrës, unë nuk po flasë ma shumë për arsye se besoj që patet kohë dhe do të keni kohë ta shijoni këtë ambient të bukur. Sa i përket trashëgimisë kulturore, ky vend një kohë ka qenë si vend takimit të rive, të fshatrave të rreth fshatit Grabos, ku jemi këtu, fshatit Dobrëshes, Zgodan, Gradic, Vlanasel, ku janë zhvilluar dhe gara dhe lojra popullore. Ndërsa pjesa ku jemi rreth vjezhve të Çixhavicës, që lidhen me pikën historike, me trashëgimin historike, me kujtesën për krytrimin e qetave kaçake, kryekomandantin Azembejt Galica, për tribunin e popullor, komandantin e brigadës Drenicës Shaban Polluzha, dhe së fundi për komandantin e ushtrisë qërimtare të Kosovës, Fehmi Ladroci. Sigurisht që dikush mund të me qërtoj që të mos zgjatëm shumë me retorike me fjallë, për arsye se jemi të buar për shijuar fjallën artistike, prandaj edhe nuk do ta zgjas më shumë, duke ju falendëruar edhe një herë për pjesëmarrje, ju dëshiroj argëtim të këndshëm. Faleminderit shumë. Po çfarë do të përmbaj festivali sot? Do të fillojmë me orën e madhe poetike, Guri i plakës, e cila ka karakter garues. Janë paraqitur shumë krijues, vlerësuar nga një juri i nderuar, Nexha Trexha, Kosovare Krasniqi dhe Bedri Tahiri. Do të vazhdojmë me disa pika muzikore, dhe kështu shpresoj që do të kaloj mirë. Para se të fillojmë me orën e madhe letrare që ka karakter garues, më lejoni që të aftoj një poet, mërgjimtar, jashtë konkurencës, na recitoj këtu para neve një poezi. E thras me dy Hyseni. Përshëndetje për gjithë poetët e poetët, mërgjimtar, vendur. Nuk e prita që do t'jemi pari për të arjop këtë manifestim. Dije se keni javë në Drenic, ju falenderoj gjithë. Atje ku thirrët Shqipëri, atje ku kam fis e farë, e rënit në lashtësi, ku pagzoha shqiptar në vatrat e të parve të mi. Atje ku ndihem krenar, ku e ndrej parreshtur, ku nuk jam mërgjimtar, i përmalluar e heshtur. Atje ku quhet Shqipëri, e brenda saj Drenic, ku ruhet plisi i bardh, në shekuj dhe sakrificë. Atje ku Gjergj ynë hero, qytetit e Vajam, Skënderaj e pagzoj, jo Sërbic as Hamidi. Atje ku Adem Jashari u bë tempull i lirisë. Atje ku Gjeva e Femiu i dhan grusht robrisë. I dhan grusht robrisë. Ju falenderoj. Faleminderit dhe respekt për juve i nderuarin e dy.
Tani fillojmë me orën e madhe letrare të këtij festivali. Fillojmë me poezinë e parë, që titullohet Poezia me titull Dëshira e Mërgjimtarit, shifra dëshira. Përshëndetje për gjithë. Për ju mërgjimtar, unë kam shkruar disa vargje, edhe pasi ti dëgjoni, vërsëni apo pajtoheni apo ja. Dëshira e mërgjimtarit. Kur des mërgjim, sytë besin hapur si në lojrat e fëmirisë, si të kërkonin dritën e mëngjesit parë të fërshtjerisë. Se gjatë murgoj vetëlindja, ajo aromë dhe u preshiut, murgojnë të afërmit, babai, nëna, që qëntruan të porta me malë të fëmijët. Murguan shkolla, mësuesi, rrugicat ku luajnë pa orë. Murgojnë dasmat me valle qiftili, zerat që thrisnin mirësen tashmorë. Në mërgjim, vdes njeri unë nga dalë, nga një kujtim në një tjetër, deri sa mbetet veç një amanet të prehet në rrevën e vjetër. Atëherë, kur pushojnë zemra në djenjat, kur heshtin sytë nga fryme fundit, kërkohet, gjëtësohet e vetë një dëshirë të kthehet trupi varrezat katonit. Aty ku për herë të parë u pa drita, kur shqiptoj fjallën e parë shqip në dritën e hënës, aty kërkon të prehet si fëmia që kthehet në prehnën e nënës. Ju falenderoj. Unë isha zë që bëkoni aromë. Falënderit zeq. Tani në vazhdim vjen poezia me titull Kohë pa kohë, shifra 0208. Falënderit. Qobra Sërdzoni, mërgjimtar, Drencak në Norvegji. Kohë e pa kohë, e Kosovë, tokë arbrore, sa shumë hoqe, kur su dërzove, të shtypen të plagosin me dhembje, por kur nuk të gjëndzuan. Në larguan nga shkolla e puna, menduan se do të nashuan, por shpresa mbeti e gjallë, si drita që nuk fiket. Kjo tokë lindi bijit të tërmëris, që dhanë jetën për liri, lanë fëmijët e ëndrat që Shqipja të mos heshte. Rafa Diltalla, vetëm se fliste Shqip, babai tha me krenari, ajo është djali Kosovës. Sot je lirë, o tokë dardane, ruje gjuhën e flamurin, ruje amanetin e dëshmorve që i ranë për këtë atë dhej. Liria nuk erdhi dhurar, u fitua me gjak një sakrificë, me lot lënës e qëndres me besimin për të nesërën. Sa të flitë Shqip në këto, sa të valoj flamuri ku që zi, dëshmore do të jetojnë për herë në zemrën e Kosovës nga kohë e pa kohë. Falënderit. Desha të përshëndes vllashkën tim djalë Agjës Halil Zoni, ku ai më ka frymzu dhe orë ju mba tash një poet, jem rrugës tina. Falënderit vëlla. Falënderit. Respekt. Respekt dhe sukses e juve. Vjen poezia me titull Natyre vdekur, shifra empatia. Dhe le të përgatitet kur fjala bëhet dritë, shifra SN 777, 777. Përshëndetje, unë jam Muzafer Amiqi, Natyre vdekur. Në kufilin mes dyshimit dhe besimit,
ka ndërtu shtatin e gocimit. Me dyrbit të korreshës së etur, do atë shokët e kofirit të dorimit. Dhe me një rëbesh shpresash të gjyrosura, me gjyrat që nuk shtlyen, prestu të shojrojnë të thella të forta të mendimeve që nuk kthyen. Kthej kokën ka dhe gjitha anët dhe byll syt nga sikleti, andej uri e gjak, këdej etje dhe lot, val, çfarë na gjete? Syt kam hapur, por nga lotët për lotur dhe turbulluar, ato vetë dikuj kishte në kokë të pranoj se kemi gabuar. Varet të padukshme të ndjenjash ku pushojnë njerëz të gjallë. Pse më leti kuptoj ndjenjat dhe bendjet e të pathëna, vallë? Pse zot më dhurove këtë dhuratë, këtë ti ndjen mallkimi? A nuk të mjaftuan vujtjet e jetës? Çka më desh në trishtimi? Sot do doja të jem shumë mec dhe kejt i verbër në terë, si një sup druri që lejon që rridhe ujet me vetet amer. Se bëjnë qef ata që nuk kanë ndjenja e as nuk lodhen dot, kurse ata që bashkëdjen me të tjerët vdesin në plazmë e lot. Më uzo si të jetoj si një njeri në një botë mizore, kush duke vdekur dashuria dhe çdo gjë njerëzore. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, unë jam Selvete Dervishi Imani. Kur fjala bëhet dritë, ka fjalë që era i merr si pluhur, e tjerat ngrihen si lisat bukur. Rënjet i bulin thellë në kujtesë, breza u bëjnë hije me shpresë. Mos kërko me lështine as një franë, as të ari që sytë e botës vërban. Se ajo banon të fjale ndershme, që ndez një zemër me dritë përjetshme. Kur e vërteta merr zërin e saj, heshtja nuk është me burg pas kaj. Ajo bëhet urë mbi lumë me frikë, dhe udhë ku shpresa ecën e qetë. Ku harrezon çdo mure kuror. Emrat i fshin mbi gurin me borë, por fjala që lind nga thjeshta dashuri, mbetet të gjallë në frymë njerëzi. Faleminderit. Tani në vazhdim vjen poezia me titull Gjyshi me tha Shitra BBH 57. Përgatitet poezia me lëk dritarin hapur shifrat 18. Përshëndetje për të gjithë, quhem Baliagji, vi nga Shkenderaj. Gjyshi me tha, kur të rritesh, kudo që të shkosh, kthehu natë dhaj. Sepse në te ke lindur, në te do të mësosh gjuhën e babait. Në te shkrepat, fushat, malet, janë më të bukra. Në te i kemi rënjet, varët e të parve tanë. Në te uj i krojt do të ashun etjen. Në te buka është me shishme, me embe. Në te dielli i qiellit shëndrit e ngroh më mirë. Në te do të dëgjosh këngët më të bukura. Në te do të gjesh buzëqeshjen dhe gëzimin. Në te do të besh gjumin më të ëmbël, më të rahatshëm. Në te do të shosh ëndrat më të bukura. Në te do të jesh gjithkushin. Dhe të tjerët do të kuptojnë më mirë se kush je. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Zymer Kodra, vi nga Lipjani. Para jush do t'ja prezentoj poezin me lër një dritare hapur. Me lër një dritare hapur. Jo për të ikur, lëre për erën. Kam frikë nga shtëpit ku ajri vjetrohet bashkë me të vërtetën. Mos e mbyll dritaren. Mos e mbyll as kur heshtja bëhet më e rëndë se fjala. E nëse fjala nuk mban dot peshën së vërtetës, merre, lëre pranë asaj dritare.
sepse gënjeshtrat nuk na vrasin kur hyjnë. Ato bëhen ajri që harrojmë se po e thithim. Pastaj dikush e hap dritaren dhe era nuk e njeh më shtëpinë. Faleminderit. Faleminderit, suksese. Tani vjen poezia Mos hesht. Shifra Guri 202. Dhe përgatitet autori i poezisë 6 lisat e Likoshanit, shifra Lisi i Dodonës. Përshëndetje gjithëve, jo Mazeri Mehmeti, para e do të lexoj poezinë Mos hesht. Mos hesht, këndoje këngën tënde vlla, dhe pa zë, këndoje edhe me lot, mos hesht, në vujtjen e fjalës. Motër, tjerën një Penelopes duroja, falën e vejze për jetësie, mallën falja detit e dashurin qiellit, mos merr prenga gjaku rrugës. Mos hesht as në varr, se heshtja është vdekje, as në vujtje, as në vrasje në fundit. O njeri i mirë, heshtjen muros dhe larg zemre, atje ku fjala peshon jetë, guret kur rrokullisen një varin e tim atë, kur zogjet ikin pa krah, valigje mbyllur, kur naimet i shuhet bagtia, fishtës i mbetet lahuta patella. Vrapi fusha bëhet erë Shqipërie, mos kur pragur nuk falet, bekim i hapet, e vrava heshtjen o vlla, porta u hape gjakosur. Faleminderit. Ramaraca. 6 lisat e Likoshanit. Kur toka nuk duroj më, ta mbante dhimbjen brenda vetes, ata nuk gulluan gastina për gjaku. Nga secila rënë, i ngritën degët drejt qiellit të zënë, si 6 vigan në roj të fatit tonë, që atëherë roj shtegun i lirisë nga plumbi arresës. Në lëvorët e tyre koha ka grendur plagë, ku çdo gjethën mba një emër, nga trungu i lisit të Dodonës, si amanet për breznit. Në çdo ag pranvere çdo që këndojnë në 6 kurora, e kënga e tyre bëhet psalm për ata që ende nuk u kthyen nga fushbeteja. Kur mbrëmja bie mbi Likoshan, yjet e mbajnë zgjuar natën, si qërit të ndezur në altarën e lirisë. Po nga njerë më duket se nuk janë 6 lisa, janë 6 burra, që ku vendojnë për të nesërmen, derisa fëmijët ta shqiptojnë emrin liri, pa u dridhur zëri. Sa edhe frynera mbi Likoshan, ajo vjen me cistrim në zogjve nga balada, në majt e 6 lisave johon himni i pavdekësisë. Faleminderit. Kur të këtë pak. Faleminderit Ram. E thras autorin e krijimit me titull si elegji, shifra Marsi Magjik. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam Ava Beqiri Mulaj dhe poezia ime mban titullin Si elegji. Si elegji. Si elegji u beken nga për ty, për ata, për të gjithë, ata që marrin rrugën për mërgjem. Çdo prind vuan për fëmijë që i kanë shkuar në dhejtë huaj. Çdo motër vuan për prindër të vetmuar.
mësuesi vuan mungesën e nxënësve, pacienti vuan mungesën e mjekëve, edhe pranvera po vuan e mungesë të bilbylit, me nuk po ka romlini, po vuajnë edhe lullet që vyshken e ngjyrat nuk ja pa kush, vuajnë edhe plutrat që krahet nuk kanë kut. Bleta kishton po punoj shumë, por mjaltën askush nuk e merr. Kishton edhe djeli, rrezet e mia ishte ngrota, po janë të kota. Nuk po shijojnë askush. Po kush t'i shijoj të gjithë shkuan të zion në gjem. Gjyshja po vuan për djepin që nuk po e kërkund. Nipe e mbesa janë duke rritur në tjetër kulturë. Edhe gjuha vuan, mos vallë një ditë shuhem, e harrohem, po harrohem, si çdo ditë, po hy një pjalë huj. Të gjithë po vuajnë e po ankohen, mjaft u betash, atëherë ka qenë tjetër kohë, sot me dukej, mërgimi u bë mod. Shumë po vajtohet ky mërgim, dikujt I vajtohet shati që I ka mbet në lis, dikujt shkolla në gjys. Këngët po këndohen në zemër të zjarrt e me mall të madh, si elegji për çdo mërgjimtar. Para hijes se Rifat Kufri. Shifra këtu janë. Syhejl Avoli, poezia ime titullohet Para hijes së Rifat Kufri. I të kurrër nga ngricat po trupojë në për ëndrat e fëmijëve, thua se po I zë fluturat, gjithë një pasije sate që më shfaqë qartë. Me ty po flas, e për ty po flas. Me gjuhën e zemrës, diellit I thash, ëndrat e fëmijëve a I keni gji, për kot, kur shiu I akut, po me përmbys fjalët. Ti po varesh se hije, e po bie I padukshëm, ani I dashuri ynë, rri atje ku të ndjen engjëlli si për rrëve. Në vazhdim, poezia Gjyshit, pa shifa. Gjyshit. Po shumë fortunat në përkohë I kalove e ishe strategi pa përkullur. Ishe dërëmtar e falje edhe të pallur. Nën vetullën tënde të thinjur, mbaje vegimet që her dinin të bëshin të erta. Por kur nuk u luhati. E lundra jote, çdo herë dinte në breg pa u përkur. Ndoshta ti dhe ajo jeni plagosur, por kur nuk na lat pa e kalu lumin në qetësi. Kishe edhe atëherë kur nuk kishe. Sofra e zbrast kur nuk ka qenë të ti. Një fisnik I madh që ta kem takmin. Plagën tënde të shpirtit e mbaje të flehur në përkohën e vështira e që ti e mban mbi kry. Në qoshën e burrave vendit të kishte lakmi, me fjalët e ulta edhe me mahi, I ligu të këti kur nuk gjeti vend, rrugën që trasove mua me bander. Hej, fisnik I kohës, nuk muj me të harru, edukata jote kështu me ka burnu. Falënderes. Vjen poezia kuptimit e dashurisë kanë vdekur. Shifra kohë pa kthim. Pasaj le të përgatitet autori I poezisë Mëngjes Fadil, shifra Stërnipi e Stërmbesa. Përshëndetje për të gjithë, Rabiebi Tyçi Prizra. Poezia titullohet Kujtimet e dashurisë së vdekur. Sytë e mi u hutuan nga shenja e eksistencës. Qepallat e mia rënkojnë nga mbesha e hijes tënde. Beslidhja me të cilën vullos shkronjat me gishtat e mi. A ishte besnikëria një të parë,
të dikush tjetër pas meje. Me te, koha ime të zgjon nga eksistenca. A do të largohet dëshira ime prej teje në hotim? A do të thotë brenda meja ajo që shijova nga shpresa? E fshiha vetmin time, me atë që zemra ime mbante. Pyes për ata që zemra më lënduar. Me atë që dashuria ka shkruar për tyre. A mendon dikush se erdha me gjysmën time për ju? Dashuria jote me mjafton që të jem shpresa ju në vetëm. A mendon se në pasionin tënë me ki pushtuar? Nuk jam nga ato që fshili vjerin, ke derdho lot nga sytë tu. Për fat të keq, do të palos nga vetja. Ato që është të ruar nga dëshira, një fije që përshpërit me endjen e qefinit tim, kuptimet e dashurisë kanë vdekur, duke vajtuar vetën pran hijes tënde, ashtu si gjithisht dashuria në venat e mia. Ju faleminderit. Përshëndetje për gjithë, në quhem Emer Bareva, rresha i thura mu në mëngjes, se në pikë të natës i përcolla stërnipin edhe stërmbesën për gurbet. Mëngjes pa dilë. Mëngjes i zëmë, pa dilë, pa dritë. As një herë jam gjuar me i mërzitur se sot. As një zëgës me zgjoj nga gjumi me këngën e ti. Në heshtje nga dritorja, vështroj drejt qiellit. Nëse qaj mos ma merrni, për dobësi, sepse malli nuk shërohet lehtë. As nuk vdes, vetëm ndrën vend, ngritet ma larg, nga zemra në shpirt dhe aty jeton. O Zot, pa ty dhe pa ata, jam si i hungur. Se e gjatë, se e rend është rruga e kurbetit. Edhe qielli ka përfshirë botën me letë, si kur e ka harruar shkëlqimin e vetë. Peshen e dhimbjes që e mboja fshehur në shpirt, ata ma lehtësuan pak. Sa i pres me modë, ata zësht e mi. Anilin e alejan, që të cisrojnë për seri, në folen e tyre të ngrëht, sa të vjen pranvera. Ju falenderit. Para se të vazhdojmë, kisha kërkuar që të pushoj pak, do të na vjen një këngëtare e re, Vlera Prenku, me një këngë Jam një lule të Kazhinit. You said
falenderojmë vlerën, i urojmë shëndet, jetë gjatë, e respektojmë shumë, urojmë që gjithmonë të jetë e dinjitetshme, kështu si qenka. Pas këtyre emocioneve, vazhdojmë me orën letrare. Vjen krijuesi i poezisë Dashurie e betuar për lirin. Shifra 1963. Përshëndetje të gjithëve. Jam Zimbrenzi nga shoqata letrare kulturore Gjallë Dimitrosovani Tropojit. Paraqes poezinë Dashuri e betuar për lirin, kushtuar heronjve Fehmi e Xhel Lavdroc. Në Drenot se lindi një shipe, Xheve e bukur zemër fisnike, në shkap lindi Fehmitrimi, lidhen zemrat rreth një betimi. Në të dhenitën kur u dha kushtrimi, në pranga ran duar të trimit, e priti Xheva plot 5 vjet, dyjet bashk me të vërtet. Se pritin dimra smot, as nata e gjatë, as burgu i ftoht, se mbas dimit qel për vera, bashkën prap në beteja tjera. Vun kuror, 2 zemra në shpi, 2 javë gaz, veç 2 javë liri, pastaj kushtrimi i thirë në mal, lirin vun mbi çdo ideal. Epopeja në kulti Asharit, zjarë në zemrët të Fehmidjalit, me 11 në radhë i parë, i prim qetës veçlemtar, luftës. Në gradin, furtunë e flak, Fehmi u gjoksin mal i larg, krah të fort, Xheva e jep, djeg barot për vend të vet. Aze me shot, dje një betim, Fehmi e Xhevë sot një flijim, jetën falen për nan Kosovën, vepra e tyre çuditi botën. Kang lirie në Gjeravic, vazëm shqipesh mbi Qeqavic. I falenderoj. Faleminderit vëllaut nga Tropoja. Thrasim autorin e poezisë Xherxhez për varg, Shifra Gurishtoria. Dhe përgatitet autori i poezisë Drenic, Shifra Guri. Krijues të nderuar, përshëndetje. Unë vi para jush me një poezi Xherxhez për varg. Mëngjeset i zgjën lule kërkon, ec rrugë që qën me pi uj, kthen pa pi uj. Ndrën botën ta vesh, vet rish desh. Ç'është ky zjarr që gjithçka ndez, gjithçka gjallëron. Zgjën mëngjeset, pastaj ik, oj kosharja ime në lirik. Ju falenderoj. Vesh 2 vargje për i lexoj për këtë që jemi të kuptu, që shumë Drenic. Drenic, Shqip e lasht, pa ty, është Zotës dhimi dasht. Lap, kohoj gjatë të Drenicës, Zotit bekoft. Eftojmë tani autorin e poezisë për të bardhën liri, Shifra 333, 333. Dhe të përgatitet autori i poezisë Gjuhë e poezisë, Shifra ende këtu ka shqiptar. Përshëndetje për gjithë, vi nga Kastrioti, emrin Fadil Curri. Para jush do ta deklamoj poezinë për të bardhën liri. Me shkreptimin e lirisë, për gjatë shekujve që shkuan, nuk na lejuan neve qetësi për të shkruar drejt për lirin. Babaj me thoshte 1000 njestin, që ndroni stoik e pa thyar liria, e
e çfarë bukurie troje tona, por reliefin e gëzuar nga vetë qeveria. Përballë lirisë mendoj sa i rënd kujtimi për kohët, aty ku përplasën fortunat të regohe letë lindja e lirisë. Që të kuptosh drejt mënyrën e rrugtimit të popullit i lashtë, shiko pak për te udhkryqeve, ku liria erdhi nga rrezet e diellit. Në rrugtimin ton të gjatë kohor për ecën koha ashtu qalë, populli ynë në pritje të pranverës për lirin e bashkimit kombëtar. Falënderit. Përshëndetje, jam Ali Prevreza. Gjuhë e poezisë. Poezin time mbatha me patkoj qelikut të mos rëshqas të flasas për gjuhën e mikut. Në ball i vura emrin me të madhit Skënderbej, ashtu të pastër të ruaj me nder këta dhe. E përkunda me një nullat e zanin e Adem Jasharit, si mbrohet pragu i shtëpis dhe nderi shqiptarit. Kërkova të rritet e madhe, si që dikur ishte Iliria, atëherë kur zgudzon të askusht i prek të rojet e mia. Sa emra të bukur kishin, Agron, Bardhyl, Teut, shqiptar me rënd bardh, ishin dhe jo të zi fut. Le të ndihet dorë e shpatë e trimit Skënderbej, që të merron të skilet i palon të si krimbat në dhenë. Amanetin e tyre, se lanë të humbet për asë një qmim, trimat e këti dheu që luftuan për liri, pa hezitim. Le t'jehon kushtrimi im ku lind dielli e praron, nëse s'ka me shqiptar mbi 10 të vdekurit le t'i zgjon. Kaq dita, kaq guxova, kaq pata, o e madhja Shqipëri, sa shumë e gjarë prin helmuse kishe mbajtur në gji. Poezin time nuk dua në kapaz të mbyll, të jehoj këtyre trojeve pa frikë, ashtu dhe lirë. Nuk lejoj që kjo gjuhë e poezis të deskur, ka këtu gjergja, adema e gra që luftojnë më mirë se i burë. Nuk dua që poezin si grurin të ma lidhin në thes, nëse kjo gjuhë është e lirë, atëherë më mirë edhe unë të vdes. Poezia ime rrje qetë se ende këtu ka shqiptar, në të kundërtën edhe unë qofsha i humbur në farë. Faleminderit. Faleminderit, e ftojmë autorin e poezisë, kthehu mos harro vendin tënd. Shifra, kthehu kur të mundesh. Pastaj poezia mençuria jote na mbeti kujtim. Shifra Gjeloshi. Përshëndetje për gjithë. Unë quhem Abdullah Tërshupa. Poezia ime është ktheu mos e harro vendin tënd. Mik i dashur, larg në mërgim, me mall e mban adheun tënd. Edhe kur rrugët të qojnë larg, zemra gjithmonë në rreh për vendin tënd. Mos e harro gurin e pragut të shtëpisë, as zërin e nënës që të thërret me mall. Mos harro erën e fushave të blerta, as këngën që jehonte në çdo mal. Mërgata të jep bukë e shpresë, por rënjët nuk shkulen kur nga dheu. Ato jetojnë në çdo kujtim, në çdo ëndër që e ndriçon adheun. Ktheu kur të mundesh miku i lirë, se dera e vendlindes mbetet gjithmonë e hapur. Ajo të pret me diellin e mëngjesit, me përqafimin më të ngrohtë. Ktheu mos e harro vendin tënd, se ajo është emri yt dhe historia jote. Sa do larg të qoj jeta, adheu do të mbetet gjithmonë shtëpia jote. Ju falenderit. Përshëndetje për gjithë. Një poezi përkushtuese. Jam Ismet Krasniqi, nga Aktrimi dhe Djale. Mençuria jote në mbeti kujtim.
ja kushtoj një mikut tim me cilin ka shku shumë në përroda në përndeja, mikut tim tani të ndjerë Sali Zodjani. Ashtu si që meritoj, anekdotën e tregoj, odën gazmore e bani i madhi anekdotisti Sali Zodjani. Të kishte hije vendje ku vendje, fjale jote kishte pesh, anekdota jote lënë të mbres, mosa të përcëlte me vëmendje, tregove e u dëgjove e kur nuk e të prove. Ai që u kishte dëgju, prap kisha dëshirë me ju me u taku. Tani po shaj qetë në amshim, menqëria jote në mbetet kujtim. Ju faleminderit. Faleminderit. Ftojmë autorin e poezisë Persiatje simfonisë G minor, shifra sol minor. Përgatitet autori i poezisë Anatomia reminiscencës, shifra Anveli. Përshëndetje për të gjithë. Selvita Abdullah. Persiatje e simfonisë G minor. Pas simfonisë së 40, sol minor të Mozartit, ngritem, e rekem, e zdua të tretem. Aty përballëm qetas me sytë tu, e thyhem si drita në optik. Dot nuk shlyr më lëngjimin e rënjosur, e zgjat pasionin e një tablo plot dritë. Mozarti luan me notat, unë përpolitem si gaca në prosh. E marr hov si dallgët e furishme të detit. E si një gazetare hulumtuese në terren, për t'i dhënë epilogun kësaj ngjarje. Sillem vërdallem mbytem, kot nuk i gjej fillin e kësaj drame. Ajo mi bën gërshet trazimet brenda shpirtit, e nuk shpërthen si vulkan t'i lehtësoj brengat e mia e pasionin për ty. Prushi mbetet aty, e simfonin e sodis e vetme në qetësi. Ajo pasqyron veç melankoli e imja dashni. Ju falenderoj. Përshëndetje, Amir Veliu, poeti nga Skënderi, garoj me poezinë Anatomia reminiscencës me Nufkan Anveli. Janë ca figura që gërryjnë kujtimet, duke vullosur krimet. Krijojnë ndarje, përçarje, markojnë çdo hyrje pa dalje, e rrësojnë çdo pamje horizontit dritare. Dhe shkatrojnë çdo mendim, duke e dënuar pa farë. Mjafton një profil i kësaj çmendie të shkatroj çdo lloj çasti qetësie. Këta janë ata që flasin, që nuk flasin për bulqim. Me bulqima oqeanësh të ndodhura nga mbetje fekaljesh, vërshojnë në nerva e neurone, dëmtojnë çdo qeliz e çdo ind nervor, për ta kthyer çdo kujtim në një mallkim shpirtëror duke veshur rroba morali dhe virtyte prej allëqie që çdo moment kënaqësie të bëjnë pazar tregtie. Kësaj i thuaj klishe likësie që pret ndonjë vegim perëndie e të mund t'i bëj ballë çmendurisë, pazarit të tregtisë, ironisë, armiqësisë dhe këtij morali prej allëqisë. Faleminderit, respekt.
Vazhdoj me poezi konkuruse. Poezia palet me ngjyra dielle, shifra buka. Vjen poezia ecas si somnambul, shifra mallkimi. Përshëndetje të dashur bashkëpunëtar dhe poet. Jam Idris Berisha, Klim, Kosovë. Palet me ngjyra dielli. Në tablën e fundit piktori harroi syt. I veri dritare me pamje nga tetë. E ngjyrat të paletu ngatruan, u bën plak fjalesh me gjuhë kobi, ta kujton artin e shpellave, e lumin e bardhë mes fushave, kush i beson vrapit nxiton, e kush i beson diellit ndriçon. Hijet boshatisen gjumin, muaren urë pa emër, esin si në përtes shpate, kërkojnë njerëz në për orbit, për 2 fjalë burrash i mori mauri. Në tablën e dytë piktori harroi dorën. Kush i beson hijes mbetet pa dritë. Kush i beson fjalës mbetet në shpresë. Kërkuam gjurë me fytyrë dielli, i gjetën në pllaka guri, mbështjell me lavdi kat. Si në pikturë të bërë pa duar, me ëndrat ngjyrosura mbi mal, pendelin e lashpeng, simfoni ta bëjnë poezi. Kur mbaroi piktura, dola nga ëndra, u bera palet ngjyrash. O goni, ti dashur. Si të kam ai. Baki Krasniqi, Dardan, poezia titullohet Eca si somnambul. Sonte nuk fjeta fare. Tër natën luftohem me vetet e me mendjen e lehtë, që si zynte bytha vend, fluturonte si pula pa krye. Nuk e pash as zjarrin e madh në pjeshk, se ishte mjegull e madhe e dendor. Nuk ju binda as fjalëve të babës, nata s'ka i spas. Në mesnat, eca si somnambul drejt lisit të thatë. Aty takova 3 zana, bënin dritë si në prallë. I pyeta për mallkimin, për të drejtën e të shtrembëtën. Pse po në gërrihet për ditë, në kam dheu. E keqja në kam betër kopil të dera. Pse kullën që po ndreqim ditën, po rënohet natën. Më tha, Zoti madh atje në qell po do flejem. Pse a pak jemi fluar na? Po, është e vërtet, ju i keni fluar gratë, e vetë keni ndenër në të fatë. Nusja ju ka sjell bukë për të ngrënë, e ju e keni mërosur të gjallë. Nëse doni që kulla të bëhet granit, duhet të plejoni të gjithë. Plesh me mjekra, granë magje duke gatuar bukë, e fëmijët me çanta duke shkuar në shkollë. Vetëm atëherë kulla do të shndrohet në guri e do të bëhet më e fortë se o guri. Më tha, mos i thurr lavdi marris, si gjyshër e stërgjyshër kokfort. Ne i kemi gurzuar atje në bjeshk, se ngulnin këmbë si gomarin në lloç. Për një mizë e bani namin, e për një plesh në falni, e ditnin jorganin. I falenderoj. Vjen poezia ëndrat kryeneqe, shifra ëndrimtari. E të përgatitet autori poezis fjala që nuk u vra kur, Havzineles. Shifra fjala në përjetësi. Përshëndetje, Suleman Dërmaku jam. Ëndrat kryeneqe. Erdha
i shihja njerëzit e mi, po ëndrat të kanjoze serdhen dot me mua. Mbeten atje ku më ka rënë koka, e unë pastaj ditën somnambul pridhja që natën të bëhesha bashk me ëndrat e mia kryeneqe, bredharake, po vetëm trojeve arbrore. Këtej trojeve që unë po bridhja përkohësisht nuk më shoqëruan dot. U pëlqeu ushtrati i lindjes, u pëlqeu arome dheut, u pëlqeu ngrohtësia dheut, u pëlqeu toka atje ku më ka rënë koka, atje ku shpirti gjen qetësi, gjen prehje përjetësisht. Atje ku i ditë horizontit anët, atje ku gjithandej njerëzit janë tanët. 3 nëntor 2025, Gjermani. Fjala që nuk u vra kur, Avzinelës shifra fjallën për jetësi. Vazhdojmë të ndroj shifra 57. Le të përgatitet autori i poezisë Kurat Dheu të thret në emër, shifra për kujtimi. Përshëndetje për gjithë. Edhe unë me këtë poezi quhen pas literati, do t'jam jashtë konkurencës. Të ndroj. Sa herë të kom ndruar, e prap të ndroj. Për cubëzat e shpirtit tim, të shpërdar gjithmondej. Për çdo pikë gjaku që u der ndër breza, vetëm e vetëm që të marrin frymë leshëm, la dheun e të parëve të mi. Ai gjaku i devur e zëri i lirisë, ku në çdo pikë gjaku linden lulkuqet e Dardanisë. Ju falenderit. Përshëndetje për të gjithë, unë quhem Fatmire Berisha, vi nga komuna e Klinës. Sot do prezentohem me poezin Kur Adheu të thërret në emër. Ka net, kur Adheu nuk është hartë, është një zë që të zgjon nga gjumi dhe të pyet çfarë bëre me dhimbjen time. Ti nuk përgjigjesh, me rrugën, pas teje mbetet shtëpia, një nën ullur në stal me duart në dritare, me shikim nga dyert e oborrit. Një fëmijë që ende nuk e din pse burrat flasin ka qollët. Vazhdon përpara në mes të natës, ecën pandal, edhe pse disa rrugë nuk të qojnë askund vetëse tek vetja. Në atë kohë, plumbat flasin më fort se poetët, por poeti nuk hesht asnjëherë. Ai mbledh copat e gjithë qiellit blu, i fut në një fletë dhe shkruan. Do të vi një mëngjes, ndoshta nuk e shen, ndoshta mëngjesi vjen pasi emri të zhbër kujtim. Por çrëndësi ka, nëse një fëmijë një ditë zgjohet pa frikë, nëse një grua hap derën dhe nuk dëgjon më hapa lufte, nëse një flamur valvitet mbi një tokë që dikur çante, atëherë dikush ka fituar. Jo luftën, por të drejtën për ta dashur jetën. Prandaj, mos më pyesni ku është poeti. Ai është në çdo mëngjes që nuk ka krisma, në çdo libër që hapet pa frikë. Në çdo fëmijë që shkruan emrin e vet dhe nuk e fshin. Dhe nëse një ditë Adheu të thërret në emër, mos pyet pse unë. Pyet vetëm çfarë mund të lë pas që të tjerët të jetojnë më mirë se unë. Sepse Adheu nuk kërkon gjithmonë gjak, ndonjëherë kërkon një fjalë, një kujtim, një vepër, një njeri që nuk ikën kur të gjithë të tjerët kanë filluar të të harrojnë. Faleminderit shumë. Poezia dialog me Naim Frashëri, shifra fletës Naimiane.
Pastaj le të përgatitet autori i poezisë Portreti si vetë poezia, shifra portreti. Përshëndetje, për këtë auditorium ka së ndërruar, auditorium sot është natyra dhe historia dhe gjithë bashkë. Dialog me Naim Frashëri. E takova në fillim të udhësime. Por vitet e mia numëroheshin me gishta. E të tjetë me shekuj. Sot, kalendarin ndryshojnë shifrët. Shkrepin zjarë, dhe ftohin modë, por ai mbetet i patundur, i ullur mbi kohën. Ai e zgjat dorën nga përjetësia, na prek në supë e na pashpërit. Të Shqipëri, me hetë ndërë. I vogël isha, kur më foli për herë të parë, a ishte shekuj mbi supë dhe mjekrën si dëbor, sot vitet numëron vetëm në për kalendar, por unë e gjej sërish me një libër në dorë, kur bota përmbyshet e qielli merr zjarr, kur frynera të ftohta mbi këtë tokë, ai zëj lash me vjen si udhëtar dhe më kujton se drita nuk shuhet e plotë. E takova në kryqin e 2 shekujve. Ai do kishte moshë. Kishte dritën e sy, e unë e mbaja në duar femirin time, mjafton një pëshpërim, mjafton në arsirë a një premtim që nuk shuhet të Shqipëri me ndërë, për ndërë. Portreti se vetë poezia nuk është autori me sigrit. Vazhdojmë me poezin shpirti i thyrë. Shifra ende shpresoj. Poezia pik, shifra syt e ajkunës. Përgatitet autori i poezisë atë jem në jetë, ti motër nuk ke vdek. Shifra Fatliga Motër. Agim Desku, ju përshëndet. Një lexuese më thot, Agim, ti nuk e ki qerën me shkru me konë patriot. Shkru i liri, vla që ty e ki vendin. Shifra syte e punës. Jam me ty dhe pik. Për kaltërsin që në ngjajnë sytë. Dritën e diellit në sjellin e varg, ndonjëherë behemi edhe poet. Në vargëzimin e dhëmbjeve për ty Shqipëri, e si të mos behemi piktor, të pikturojmë Mona Lisën e ëndrave, ajkunën që me bukurinë e saj ja kalon edhe hyjneshës së qiellit. Fjala ime për sytë tu ndalon te pika. Vetëm sytë e mi në gjajnë me sytë e tu, se kanë shpirtin e pastër të zemrës. Lashësia saj flet për dashurinë e për legjenda, kur herënd të kriju në emrin Shqipe, me pastaj të thërën Shqipëri. Faleminderit.
Poezi a erezit tokë. Poezia quhet sa t'jem në jetë ti motor për mos të vdek. Kultimet e bardha në përgjakun kanë betë, sa t'jem në jetë ti motor për mos të vdek. Më bëtë se po të shoh shamin në kokë me lule, trandafile bardhë për herë e tëra pekule. Ma të ftyrë të artë e fjartë e hitë të tretë, botës njërzori them, ti motor për mos të vdek. A i jeton në muë, mu si pika gjaku. Hertë, ko hira të gjynëzoj e hia të ngreru hartu. Aha e shmundje motor sa shpeq ty të mori, të dërgojnë në volje përjetësie ma asken azjesori. Do të vije për vizit motor, ati në të volje ku je. Po si lule parajse, ti je në ngëje. Në përfijet e shpetit, në gjak e zemër, as hia kur do të tretë, për mu të në emër, falënderit. Vazhdoj me poezin tjetër, vërtet poezin e fundit konkuruse. Vjen autori i poezisë Fjala, Pashi. Fjala e thënë o mistë mi, ka pas pesh shumë në malësi e shqiptari për ata që kanë burni. Në shpi rrugë shësni e jo për do kapaderi që bëjnë më e flasin për burni ta lyn fjallën sy me sy. Pa fje marë e jo ma burni ta lëstrojnë gjithkun shëshri të provokojnë shka pëthu të ja u thërë zoti në krye e në shpi. Falim dhe shpan bëshërë. Tani Juria e ka punë, do të ndjekim edhe një pikë muzikore, vjen më një vale me të panë, Ledorjanova.
Përshëndetje vëllezër të gjithëve. Urime për manifestimin. Vuajtjet krajatat e shqiptarëve mund të thuhen edhe me një strofë. ECS shqiptarët. ECS shqiptarët këmbë të pikojnë gjak. ECS shqiptarët vështirë arrin e cak. Juria në përbërje në gjatë regja Kosovare Krasniqi dhe Bedrita Hiri tani më e ka kryer punën e vetë vlerësimin e poezive konkuruse. Ja jep fjalën Kosovare Krasniqi. Përshëndetje për gjithë. Po jap pak një vlerësim të përgjithshëm të poezive konkuruse. Unë jam Kosovare Krasniqi, siç e caktuam edhe më herët. Poezitë e paraqitura në konkursin letrar të Festivalit të Poezisë Guri i Plakës dëshmojnë një larmi tematike dhe qasjesh poetike duke u përqendruar kryesisht në temat e atë-dheut, mërgimit, lirisë, kujtesës, dashurisë, humbjes, sakrificës dhe identitetit. Një pjesë e konsiderueshme të krijimeve atë-dheu nuk paraqitet vetëm si hapësirë gjeografike, por edhe si një hapësirë emocionale dhe identitare e lidhur me kujtesën, rrënjet, gjuhën dhe përkatësinë. Një nga motivet më të pranishme është mërgimi. Në poezi të rrënjet në gur, dëshira e mërgjimtarit, ktheu mos e harro vendin tënd, dhe ëndrat kryeneqe, mërgimi shfaqet si përvojë e mungesës dhe ndarjes nga vendlindja. Rrënjet, guri, pragu, dheu dhe shtëpia funksionojnë si simbole të lidhjes të pandërprerë me vendin e origjinës. Një grup tjetër poezish ndërtohet rreth lirisë, atë-dheut dhe kujtesës historike. Në krijimet si Tokë e Lirisë, Kohë pa kohë, Pavarësia, Për të bardhën liri, e gjuhë e poezisë, kur atë-dheu të thërret me emër, përvoja historike dhe kolektive shndrohet në material poetik. Liria paraqitet si rezultat i sakrificës dhe qëndrisës, ndërsa kujtesa shërben si mekanizëm për ruajtjen e të kaluarës dhe përcjelljen e saj te brezat e rinje. Në disa poezi vihet tridimensioni memorial dhe elegjak. 6 lisat e Likoshanit e shndron figurën e lisit në simbol të kujtesës, sakrificës dhe pavdekësisë. Ndërsa fjalat që nuk u varë kur, Havzi Nila, ndërton figurën e poetit si zë i qëndresës dhe i lirisë. Këtu poezia merr funksion përkujtimor dhe dëshmues. Paralelisht me temat kolektive në konkurs janë të pranishme. Atëherë po filloj me përzgjedhjen e poezive, filloj prej vendit të tretë. Vendi i tretë i përket shifrës Buka, Idris Berisha, autori Idris Berisha, me titullin Palet me ngjyra dielli. Vendi i dytë është Më lër një dritare hapur, shifra 18, Skënder Kudra. Zymer Kudra. Dhe vendi i parë është 6 lisat e Likoshanit, shifra Lisi i Dodonës, Ram Roca. Suksese gjithave. Faleminderit për lumentin. Këto invituesin e çmimit të tretë ta marrë çmimin. Fituesi i çmimit të tretë. Kështu me radhë, çmimi i tretë, çmimi i dytë dhe çmimi i parë. Shumë faleminderit, suksese.
Po jam emna fituzve. Idris Berisha Gjigji. Po. Zëmer. Mirë, shumë. Nëse kemi një përikën, nëse dhe thikën në dhe. Ju se që i taftoj, Ramo Raca, me një parë. Ram, detalja. Ciao. Në këtë festival të poezisë, ndatën një çmimi krijuesit diasporës për krim të ri dhe art. E ftoj Vendrita Jytrin, kryetari Art Klub Rifat Kukaj, të arsyetoj çmimin. Të nderuar pranishëm, krijues mysafirë dashamirë të fjalës së bukur shqipe, të respektuar mërgjimtar, ju krenaria jote. Titulli i këtij arsyetimi është gazetare e Armasie i mishëruar me fotën e popullit vet. Klubi Rifat Kukaj tash ka bërë tradicie në vodër të orës letore me karakter garues të ndojë çmimin special për vepra kryesore në krenari e art për krijuesin mërgjimtar. Dhe kësaj rrode kemi përzgjedhur një gazetar të përmëtar të palëshëm, një krijues që kryesisht lëron në formë më të gjatë të vështirë të prozës romanit. Është një penë që tash ka bërë emër në fushën e romanit, deri sot ka botuar për shpëritje e jetës në mërgjim, endrat e thyra, lotet e pendimit, dëshmitor brenda në ferë dhe së fundi që kanë vdekjes. I lindur në qytet të Dernicës, i shkolluar në Skënderaj e Prishtinë, u diplomor në gazetari. Deri në vitin 92 punoi gazetar në Rilindja e në Radio Prishtinë. Profesionin e vazhdoi edhe në Suedi, duke dhënë kontribut të çmuar në botën e informimit si dhe në shoqatën shqiptare dhe artezë shqiptare në Suedi. Si veprimtar i Mërgacës, është njëri nga personalitetet inspikator në Suedi. Për shumë vite ka marrë pjesë aktivisht në organizime e protesta për sensibilizim në gjendjes së rëndë në Kosovë. Angazhimi i tij ka qenë gjithmonë i lidhur me interesin kombëtar dhe me afirmimin e mërzit shqiptare në shoqërinë suedeze. Ai mbetet një shembull intelektual që me veprën dhe aktivitetin e tij ka shërbyer në përkushtim të idheve, kulturës dhe fjalës së shkruar. Si romansia kryesisht merret me fotën e individit që përballet me jetën e pamëshirshme që vërtet ishte ferë shkuar fere. Në romanin e tij më të ri, Çekoni i vdekjes, botuar si vjet me Art Klub Rifat Kukaj, është i dëshmi e një kuë zezon. Ai që në faqet e para të bërthen fuqishëm dhe nuk të lëshon pa i rënë në fund, duke ringjallur emocionet e veçanta e që gjumin ta tret me pamësi. Vetë titulli është simbolik, e mjaft domethënës, i cili për ne që jemi moshës e autorit dhe vim nga rrejtë të Skënderajit let shumë. Një që kanë i gjakosur në peshën të cilët kanë përfunduar shumë jetë e pafajshme. Një mbytje dhunshme, brenda një fejrët pa imagjinueshëm, në një bodrum të errët, ku gjemën e të përuse e mbysti muzika që veten nga kohët e epër. Ngjarjet e romanit ka përcjell kufit kohore hapësinor të një ngjarje me përmosa biblike. Në fakt aty na del e gjithë Drenica 1944-99, mbi të cilën për herë plasit të mëdha e madhe, golgota e saj është shumë aksje. Kësaj radhe pena autorit është përqendruar në ngjarjet e fundit të luftës së dytë botërore, duke kulmuar me vrasjet makabre përmes Çekonit të Oznës dhe të zbatuesve të tyre faktorëve rom, Meta dhe Lezi, mbi të cilët do të vijë mallkimi i pavajsisë. Njërit prej tyre për Cecyrit. Ai dimri Acart 1945 për Drenicën që dimër të merri. Ku të erë të nota nuk të qelte dita, ku do vrosin mbytje, valje, djegje, përdhunim dhe shkatrime.
Azërat Kërngës nuk mungoni, por mjerisht ata në golfacin pamsheshme nga provinci shumë kresh e jetur për gjak. Me gjithat pijet e pëkputar ledar nuk shuheshin dë. Luftetorët e QK-s, tipizuar në roman përmes Arif Krasniqit, pas sakrificat e shumta e dolin bondë dhe sollën ditën e bardhë të lirgjësi. Urime e suksese, autorin Zbulan Izet Avdyl. Faleminderit. Atëherë ftojmë shkrimtarin Xhavet Çetaku. Next. Përshëndetje për të gjithë. Jam shumë emocionuar, prandaj për mos ka më harru ato që kanë di në këtë moment e kam shkruar 2-3 fjalë. Të nderuar krijues, të dashur miq, mysafir dhe dashamirë të fjalës se bukurshi. Sinqerisht, kjo mirëjohje për mua është një befasi e veçantë dhe një emocion i madh. Nderimi bëhet edhe më i shmuar për faktin se më jepen nga Art Club Rifat Kukaj, një asociacion me traditë në të cilin kanë gjetur dhe vazhdojnë të gjejnë vende të njohura të letërsisë shqipe. E pranoj këtë mirëjohje me përgjithësi dhe me shumë mirëjohje, jo vetëm si një vlerësim për atë që kam dhënë ndër vite në gazetari, në krimtari dhe në vimtarin time në Mërgim, por edhe si një nxitje për të vazhduar të shkruaj e të kontribuoj në shërbim të gjuhës, kulturës dhe kujtesës sonë kombëtare. Për mua fjala shqipe ka qenë gjithmonë një lidhje fortë me vendindjen, me njerëzit tanë dhe me rrënjët që nuk mbasin as larg abejot. Ju falenderoj nga zemra për këtë nderim. Kjo mirënjohje për mua do të mbetet një kujtim i veçantë dhe një vlerësim që do ta shmoj gjithmonë. Ju falenderoj dhe ju uroj nga zemra punë të mbarë, suksese dhe jetë të gjatë klubit letrar Rifat Kukaj. Faleminderit. Suksese. Organizatori ka parapara dhe disa mirënjohje për ata që janë prezentu dhe për ata që kanë kontribuar për këtë festival të poezisë. Eftojmë zotriun Gzim Prengzi. Partnerije se ka donë me dhjeli për shëndrim. Fotografia ka donë për të qitarë. Zotriu Shpend Bisheva. Zotriu Mehdi Hyseni.
një mirënjohje këngëtares e talentuar mërgjimtares Vlera Prenku. Edhe një mirënjohje artistit vogël Ledor Janova. Të nderuar pranishëm, ky ishte festivali i poezisë Guri i Plakës. Fitues të çmimeve mund t'i marrin çmimet dhe i urojmë shëndet e gjitha të mirët. Tani pas këtij manifestimi, organizatori ka përgatitur një koktejl rasti. Urojmë që të keni shëndet dhe të shihemi, mirë pafshim dhe mirë takofshim në takimet tona të radhës.